Feste bukur. Nuk shkon ty me këtë veshje kështu se di. A? Flutra më ka thonë mu A vesh. flutrat ka thonë? Unë edhe I kum thonë mu veshë shto dhe I kum thonë sot foli për ty unë. A po, a? Po unë sot e përfaqësoj si avokate. Po mirë. Po me menaxhere. Po. Flutur mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Edhe sa role ke mbrapa kështu, vetës. Shumë, pja u lo syprisi kur për ato role që I kom bo. Gjyla, kështu të moj men, kështu në... Realisht po janë shumë diku. Gjyle Barcelona. Kjo gjylle në ndonë disa vena. A ndonë disa vena. Dhe që janë drejem. Emnin edhe kostume. Po ju shkon kaltër të bardhë kështu kjo? Po, që shto I na marrë vesh. Po. Keni mujt veç me shtu edhe pak edhe një ngjyrë dhe kishi bo flamurin e Kosovës. Po, Saret, ti shkon. Pak, dikon. Po ashta une puna që e kom ftyrën e Saret e thash bashkëpunon, ma din? Nuk po, një farë kom mirë, e ti Sarihan, sa role I ki mrapa? Unë kam shumë role, unë... Kuj kije? Kuj kije? Që të kam një... I të tonë Sarihan. I tu e Sarilan. Sarilan, thu, tje Sarihan. Sarilan, që ashtë Jo, se janë nisim ta më njere. Salile. Edhe rolet na dit një pas për para, jo për mrapas, në kështë e halpi të. Unë me, mirë dhe, okej, në kurrizin tuaj, çfarë bani? Shiqo, në kurrizin tim, baj disa gjëra shumë rëndësi. Allah, kur s'ku po. Faleminderit shumë që jeni pjesë e vitit 3 Odeonit të shtëpinë tonë. Dhe më thonë është knasi shumë e madhe, edhe dorën zamërua emocionova derisa kesh. Ama dorën, Ku më shku? Ashtu? Hajde, shku. Po edhe? Edhe po më do këtë, kështë të thonë... Unë për momentin jam me Sofian, për që ata kom qitë krajen që to. Unë u emocionova për arsye se... Ape më shilë gojë? Mosu ovaciono, sa është e sa ovacione ti bon publiku I një mrekullusha. Ape më shilë gojën thu që sojna... Se... Po, përshëndetje publikun, ka që në mbështesin edhe sot po më do këtë Odeon Show Mitrovica. Po. Që shtet na imi 5 gatë se kemi shumë programe dhe shumë që shtet na imi glamour, kisha pas shef një urimin me sa rishta kom drejt najmë. Sa dush? Se me konë zvistran, më nëmë dhe thonë veç gëzime për mote, sa ta kanë kushtet të këtë. Po na, po dijet, fukaralla këtë në dzezat, kisha pas shumë dëshirë që ky popull të reflekton me vetën 2024-ën, do më dhënë t'jap dashni sa më shumë, edhe derën e gjelozisht le ta mbyll, le të du minionit edhe se kemi pa pare, shëndetin veç e kemi, se shqiptari jena gjithmonë kemi pas shëndetin, kështu që pare dhe vinë si ta kem shëndetin, po më mu që gjelozim pak që po shami me zvetje, me mu me gjelozu kes që po gjelozoj, me largu. Liberalizun vizat, kështu që gjysa gjërave të këqia, O, po tut na kena me infektu edhe ma keq. Unë po tut na po infektuemi edhe ma keq. Ja, si infektuemi, ja. Viti 2023 kërkojna falje se s'kena lanë dzez pa bon këtë vit. A po, a? Çka ke bon këtë të Unë zakonisht tash më të kaldu për mëngjesi që a bëj. Mas bani që është e ban, dihet, panaj. E bëj kafen, mas njëna e bëj një sup, po dhe? Kafen, tha, jo koken. Ja, to ka me korrespondencën e. Edhe ato e bëm, po tash në televizion do të me thonë kafen edhe supën. Ka të nuk kupton ato. Kafja për dihet, supa për dihet. Mirë. E kështu që faleminderit shumë që jemi pjesë e juja sonte, edhe besoj që kena halona punktu. Absolutisht. Pak ma vonë të presim ndryshe këtu. Po, mërë ndryshe kjo dynja. E po, atëherë gëzuar edhe njerë, letë vazhdoj festa. Faleminderit. Pa po ma e knua, me knua që me bone. Jepja flutur njurim. Edhe unë po e shfrytëzoj rastin mja uru festat e fund vitit, vitin e ri, popullit shqiptar, ku do që jeni, fat, mbarsi, shëndet, bekim në për familjet e juaja, uroj dhe shpresoj që ketë si ka mu vejdisun, janë arme në apru fakturat me ma pak, se kështë të fishu diçka. Sa ta kanë futa? Ma. Edhe isha që të ditë që na ketësit. E futnja? Po, e futnja E ketësit. A ti mos dit kur gjanë, jesh lirë, Po, që shina konë të najtë, veç një faktur të tjera, Simon Zeza ka paku I kres, I shkollë, e ka lëshu të thumë. Ama po, vi që me një konë të nëzë, si një konë të najtë, e për të nëzë? Ama naj na të nëzë me termokas. Aha. Që tu e kena vret futjen e kecit. A me termo, a me kos, veç ta dimet. Me kos. A me kos, mirë.
Sa ma pak edhe unë po pajtona me Adnanin, sa ma pak gjelozi, sa ma pak energji negative, mu dash shumë dashni, se qëto sanet qojnë për para, ta që njëri me shkollë, ju kalzon, ju e apet e dini punë të juve vetë. Esni për para. Esni për para, Flutra Gasi, Tanushi, urime gëzuar Flutra. Faleminderit E, shumë. leti e hoj kanga. Hajde. Momentet bukura, zonja zotri, në festë për fest vjen në Kiemra. Hajde në ki, urime gëzuar. Urime, mirësi u gjeta. Urime, mirë se erdhe. Okej, Po jemi hyna këtu me një herë. Direkt në temë. Po si e më në ki? Sonte me ju jashtëzakonisht mirë, me dy njerëz më pozitiv që i njohën krejt këtë strat. Urime, Ka që me qenë ndryshe. urime gëzuar 2024. Faleminderit shumë për Ti urimin. vetë personalisht i bësh 2224. Wow. Bëmë. O, jo, po më së pak shumë. Inshallah bashkë, gjithë. Inshallah së bashkë. Më lejoni ti uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, kudo që përna përcjellin, uroj që 2024 ta krejt ëndrat që i kanë, edhe krejt dëshirat që në 2023 s'kanë mujt me i plotësu, inshallah i plotësohen këtë vit. 2024. Krejt ëndrat janë shumë, na shqiptarët jemi me miliona, dhe do ta dim këtë. Pa ëndra jote? Ëndra ime është popullim tjetë sa ma i lumtur, të ketë energji sa ma shumë pozitive, edhe pse jo Kosovën ta bojmë vendin më të mirin në Evropë. E po, atëherë thuja, Shqip, vetëm Shqip, ne Kiemra, gëzuar! Faleminderit.